familje madhe, me nzi presi me u babash, e me hedhvalle. Shomurime për ty, shomurime për ty, shomurime për Prishtinasën. E më të mësje? I kam fëmijë, jam gjyshe. Okej, seriozisht? Gjyshe sovjeti bane i gjyshe. Rëni qika rëni, qekja e re po, e mirë po, ka bo gjyshe, e jo rëni, gjyshja 30 vjeqare. Ka shërme që nëso dhe kena pytje me qytetarë, se çfarë do na thonë qytetarët lidhje me... përshëndetje. Shtriga qëshje? A je mirë? Kur ke ardhë mëja? Qëshje? Jena drejt për drejt? Se kështë e hape me zonë për diçka për... Ta zanë, qëshje? Kur ke ardhë? Jeton jashtë më në Anglia, ku jeton? Po, në Londër. Londër, a këtë po që pedi. Qëshje? Ku pedinte? Por kina folna për jetës sociale. Normal. Qa ka tre? Ti e Prishtinasja. Prishtinase. E di, qëshje? Mirë, shumë bukur te. Kur kjo ardhë? Para 2 dite. Para 2 dite. Qëshje të kalu në Kosovë? Super. Qëshje kon koha atje dhe të cëtë? Koha atje është shumë i mirë, për befasi, se koha atje dhe në Londër është zakonisht të keqe. Se në zakonisht atje koha në katastrofë. Shumë bukur, shumë. Shte që më ka prit koha e mirë edhe këto. Mos ke ardhë me gjithë në i kanë për një majtash. Jo, më ta më puna. Atë ka malli me festu një maj në Kosovë. Që Sovjet se ke festu një maj në Kosovë? Po, që 30 vite. Si e konë Kosovë me festu një maj? Me festu një majën, po. Sot e kam datë lindjen. Seriozisht? Shomurime për ty, shomurime për ty, shomurime për Prishtinasën, shomurime për ty. Faleminderit shumë. Kiti Sovjeti bane. Ditlin janë drejt për drejt. Ku jë nduratat? Sovjo, vallaj s'na ka qilun sa heri, moj do bëmbëna në për gjep, po ty be veç t'i dhafsha qelsa të kerës. Ani, bënë dhe në sa kere. Oh, wow, faleminderit shumë. E gëzëvsh, për ti dhe veç qelsi se e kam tjetë dhe rezervë. Ja, po, kam dhurat, kam. Kam dhurat, kam, për e di shpak. Se na nuk i lona njerës nuk i lona. A je sigur? Që se më rusha? Evident se kemi Unë e di që ti je shumë e zgjut, edhe këto më jep, dhe që një se një do të 2 të bëjnë zara. Kjo është doktorit, profesor doktor. Ani, profesor doktor Kushtrim Hasani. Për ndryshe, këto për të adhuroj unë me lot zemrës, sepse themrat që ju dhuron dikush ku të adhuron stilolapsin, është gjaja më e lumtur në botë, për 2 arsye. E para, të adhuron gjysën e vedijës njerëzore, edhe e dyta, është me laps shkruhen dhe janë nënshkru deklaratat punës, datlindje, kunorizime, gjithë shka pa nënshkrem nuk bëhet. Kur gjatë dhe me thonë, ti do t'jesh një vajzë që je vendimarse, se unë e di që shje, kështu që jepi vendimet e ku të jep dikush stilolapsin është privilegj. Faleminderit shumë. Edhe pse është shumë e vogël, po e ka vlerëtën shumë të madhe, sepse një nënshkrem e bën një shtet përmim. Me një nënshkrem e shkatron një botë, me një nënshkrem e shkatron një jetë, me një nënshkrem e bashkon një familje, me një nënshkrem e fiton një drejt pune, me një nënshkrem man jetën, me një nënshkrem ban operacione, me një nënshkrem ban gjithë shka. Patjetër, shumë faleminderit, shumë. Me të vërtet, u thoj shumë shpesh, me vizitu këtu nanën e kam, që sa vite do me thonë, po seni maj mirë që ka ndryshu në Kosovë, kena përparu shumë. Kështë që më vjen mirë që vi edhe knaqemi këto. Që sos që e ka në Kosovë? Para 2 mujve. Kështë që u thoj shumë shpesh. Qka kishë ndryshu Prishtina për 2 muj? Po, ma tepër përveç objekteve, do me thonë që ka shumë ndryshim, që apo më pëlqen, do me thonë rinia, që nuk mirën me thashethane, që është sani maj mirë, edhe pamja jashtë Prishtinës,
që miremi ma shumë, do me thonë me vizita jashtë vendit, edhe s'po di tjetër që me thonë, ka shumë sene, do me thonë njerëzit janë pak ma ndryshe, pak ma pozitiv, që të bënë më knaqë. Nuk miren shumë me tjertë, E vërtet. edhe nështë nuk e kemi edhe atë rrethin, kuptohet, po është më rëndësi edhe ka ne ki në rreth si shoqni. E vërtet, ti ki shoqe shumë në Prishtinë. Sa të kish mungu me frimu Shqip? Gjithmonë më ngarë, kuptohet se jam linë, jam rinë Prishtinë, kështu që gjithmonë e kemi atë ndjenjen, pa marrë parasysh sa shpesh, do me thonë e vizitojnë venin tonë, gjithmonë i kena ato ndjenjat, kur e marrim E martu rrugën. me sje? I kam fëmijë, jam gjyshe. Okej, seriozisht? Gjyshe, Kemi sa një vjet i vajzë, bane i gjyshe? 14 muj i ka, e ka emrin Alina. Oj Alin, inshallah rritësh edhe bash presidente si Adifeteja Jaga e Vjosa Osmani. Faleminderit shumë. Kështu që- Seriozisht gjyshe e bane? Gjyshe ju mbo, Me fmitanin edhe me atë... Fmija ju të me fëmijë martua? tem, po, normal. Kokoj, sa vjet i ke pas kër e ke po bebën? 12 i gjys. Ja vallaj, 6 në ashtë se mos të martu me ti që në ashtë i pas ke 30 vjet. Ja, vajzën shumë e re, do me thonë, dikun ka 18 vjetë. Kështu që Rëni qika, rëni, që kjo e re po, e mirë po, ka bo gjyshe, e jo rëni, gjyshja 30 vjeqare. Kërk, i ka martu edhe fmit, që tash t'i del me shoqni diskotek knaqët, apo që jo, shmo? diskoteka, jo, s'mina me Ku po del gjyshja? Se ma tepër në për bare, në për... Gjyshja del në bari. Jo, vra, gjyshja kjo mara këna për gjelbë në bari më ullë, se ma pot. Edhe bari njejt. E vërtet, qysh gjyshja han barja, jo, bari halopa. Një dit, po da të regoj një rast që bashkëm ma kujtove, një dit, po më thot dikosh ta kushtërëm ado me pi bari. Strek follar është qysh, të që më falj, a mozat po të dukna. Nuk e kuptojsh se shka të dish me thonë. Valla që hahat bari halopa e di, ama që pihat bari nuk e kesha di. Natyra është shumë e mirë, me thonë, dje kemi kalu të ditën në Preval. Ha? Ka qenë knaqësi. Gjysh jam Preval me gjyshën. Ajo mesa juve, mesa jote. A e ka stër gjyshën gjallë? Po. A e ki nona jote e ka nonën gjallë? Jo. A, fatë këtësisht, se më ka një zhva 4 gjyshja. Sa interesant ta. Po. Pasha zotin, kur unë e gjyshën të me mindë që ma i menë që u kanë plake shkreta, një kam dhe një për mi dhe, e ti edhe stërgjyshën ajo gjallë, 4 gjyshën gjallë, ja, dishka interesante. Jep, na jena familje madhe, me nëzi presi me u bë bashk, e me hedhvalle, a hedhvalle ku të bëhi bashk? Se jo. Shqipe Krivanjeva dhe Borim Aliu që të këngë kishin bërë shumë hyç. Shpete unë e veç muzika, s'ka të... Anë nga në që të këngë, na jena familje madhe, e këcina pak hajde për ditë lindje. Na jena familje madhe, me nëzi presi me u bë bashk, e me hedhvalle. Na jena familje, këno moj, familje madhe, me nëzi presi me u bë bashk, e me hedhvalle. O, sa mirë pedishe më i...